Edhe pse shërbimi i zjarrfikës në Bashkinë Has është përforcuar së fundmi nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes së Civile me 2 mite të vogla për ndërhyrje në zonat malore, realiteti në Tiranë Vionte mbetet sfidues për këtë njësi jetike. Kryetari i Bashkisë Has, Miftar Dauti, thekson se investimi i bërë deri tani është një hap pozitiv, por i pamjaftueshëm për të përballuar situatat emergjente që mund të paraqiten. Mi angazhon dhe i përkushtum që me atë mundësi që kemi ne edhe në bashkitë respektive të Kupësit të Tropojës, që qëndimi afër në situatat nevojshme të domosdoshme që janë për këto probleme. Ne si bashki jemi mbështetur nga AKMC me 2 mjete të reja, janë mjete 2025, 2 pick-up, duke qenë zonë malore, vlen për dëshiru pjesa e zjarrfiksës madhe, ne kemi zjarrfiksë marrë dhurat nga Londra ka vite, ajo është me 1500-1800 litra ujë që shumë diçka që por të bëjmë me pamundur që të pajisim edhe me zjarrfikse, po edhe ndërtojmë edhe shpinë e zjarrfiksës, sepse në çdo bashki janë domosdoshme, më thonë drejt. Sipas kryebashkiakut të Hasit, ndërtimi i një reparti modern zjarrfikës do të krijonte kushte më të mira për stafin, do të rriste gatishmërinë operacionale dhe do të siguronte një reagim më të koordinuar në rastet e fatkeqësive natyrore apo zjarreve të përmasave të mëdha. Kërkesa për investime të reja morën mbështetje nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes së Civile në mënyrë që Hasi të garatohet një shërbim zjarrfikës në nivelin e duhur për sfidat që paraqet territori.